Nga njëre njerëz mund bëjnë veprime, po nuk parashikojnë në pasojat e tyre. Një ditë, pejgamberi alayhis salatu wassalam ishte duke ecur me gruan e tij. Dhe pranë tyre ka një grua tjetër që ishte 7 shkurtër. Nuk ishte e gjatë. Gruaja e pejgamberit sa nuk pat qëllim ofendues, po tha, sa e shkurt filonja, kuptim të fjalës. A dini si reagoi pejgamberi alayhis salatu wassalam? Që kjo është ajo që në për islami, të kalkojnë pasoja. Ka gjëra që duken të vogla, të parëndësishme, por mund të kenë pasoja të pariparueshme. Dëgjoni çka tha i dërguari jon. Tha, e ke thonë një fjalë të cilën nëse e hudh në det e trazon detin. Një fjalë pa qëllim nënçmues, po thjesht komentove duken e një gruaje që s'është punë e jotja. Me hudh në deti e trazon detin. Unë nuk di me i marrë që do lajme që përshëtisin me hudh, jo në qanë, po kush e di ku me hudh, e trazon, e prish, e shkakton termete, lloj trazinash, nga pesha e rënde pa përgjegjësisë që bartin fjalët dhe shpifit e tilla. Patjetërisht.